Pacientët e lënduar, siç njoftoi doktor Oliver Arsovski, janë të moshave 34, 39, 57 dhe 47 vjeç. Ndërsa sa i përket pacientit të fundit që u soll në urgjencë, thotë se gjendja e tij është stabile. Во моментов сега пред неполни 10 минути është sjellur edhe një pacient, gjithashtu me lëndime. Ai është stabil dhe presin që të mos ketë ndonjë lëndim më të rënd. Në princip për momentin janë jashtë rrezikut për jetë, por pacienti që është pranuar në kujdes intenziv, sipas natyrës së lëndimit, tek ai ekziston rreziku për komplikime të caktuara. Arsovski tregoi edhe për lëndimet e 3 pacientëve të tjerë. Во ургентниот центар првично беа донесени тројца пациенти. Në qendrën urgjente fillimisht u sollën 3 pacientë të lënduar në fatkeqësinë. Njëri pacient i moshës 34 vjeçare është me lëndime trupore, gjithsesi lëndime të përgjithshme në përtrup. Pacienti i dytë është me dislokim të brylit, është bërë ripozicionimi dhe do të pranohet në observim dhe shpresojmë nesër të dërgohet në mjekim shtëpiak. Pacienti i tretë është me lëndim në kofshën e majtë dhe pulpën e djathtë, po bëhet gati për trajtim operativ. Njëri punëtor kishte ndërruar jetën në vendin e ngjarjes.